Një valje re arrestime ka goditur botën e showbizit turk. Në kuadër të një operacioni të gjerë të koduar kundër lëndëve të ndaluara, autoritetet kanë shoqëruar në polici 22 persona në orët e para të mëngjesit. Me semrave më të përfolur që janë vënë në pranga për fshien aktoria e njohur Berensat, bashkëshorti i saj këngëtari Kenan Doğulu, aranzhuesi Ozan Doğulu, si dhe aktori Enis Arikan. Shtrirja e këtij hetimi nuk ndalet me kaq. Zyra e luftës kundër lëndëve narkotike pranë drejtorisë së policisë së Stambollit ka lëshuar urdhër arreste dhe për figura të tjera publike mjaft të ndjekura. Këngëtarja Ayşe Hatun Önal, personazhi i rrjeteve sociale Kerim Can Durmaz dhe këngëtari Berdan Mardini janë gjithashtu pjesë e listës së personave ndaj të cilëve është urdhëruar ndalimi. Pas kontrolleve të rregullta mjekësore, të famshmit janë dërguar në qendrën e drejtorisë narkotike në rrethin Küçükçekmece për t'u marrë në pyetje. Ky nuk është aksioni i pari i këtij lloji që tronditi skenën publike turke së fundmi. Më 21 maj, një tjetër operacion i ngjashëm vuri në shënjestër personazhe si këngëtari Mabel Matic dhe aktoria e famshme Serenay Sarıkaya, të cilëve ju morën mostrat e gjakut, flokëve dhe urinës për analiza toksikologjike. Legjislacioni turk parashikon dënime të ashpra dhe të ndara për konsumimin, nxitjen dhe tregtinë e lëndëve narkotike, ku vetë akti i përdorimit personal specifikohet si blerje, pranim apo mbajtje e këtyre substancave. Megjithatë, këto aksione të bujshme kanë ngritur një debat të madh mbi të drejtat e njerëzit dhe imazhin publik. Shumë prej emrave të njohur që kanë kaluar nëpër procese të tilla hetimore argumentojnë se u është dëmtuar rënd reputacioni dhe se është shkelur parimi i prezumimit të pafajësisë përpara opinionit publik. Ata kujtojnë gjithashtu se në mjaft raste të ngjashme në të kaluarën, testet e drogës për personazhet VIP kanë rezultuar krejtësisht negative.